Si të shpëtoni nga pikat e zeza në hund? Receta. Pikat e zeza janë puçrat që ngrihen në sipërfaqe të lëkurës. Kur një porë bllokohet dhe mbyllet, kjo njihet si një kokë e bardhë, por kur maja bëhet e hapur, formohen edhe njollat e zeza. Shumë njerëz mendojnë se pikat e zeza janë të errëta sepse këto ngjyra janë pa pastërti në pore. E vërtetë është, por pikat e zeza janë të zeza ose gri të errët sepse vaji dhe lëkura bëhen në pore dhe bien në kontakt me ajrin. Nëse keni të bëni me pikat e zeza, mund të largoni ato në mënyrë natyrale. Lani fytyrën tuaj 2 herë në ditë edhe pas tërvitjes. Gjithashtu, provoni edhe shiritat e poreve, të cilat mund t'i bleni në farmaci. Përdorni krem kundër diellit pa vaj, lëmoni një maskë me paltë në fytyrën tuaj për të larguar pikat e zeza dhe shikoni për maskat me qymyr druri, të cilat ju ndihmojnë kundër njollave të tilla. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë